Përshëndetje, sot sakt është intervista me nënkryetarin e komunës së Prishtinës, zotriun Dardan Sediu. Mirë se erdhët. Mirë se gjetaj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që pranuat ftesën, ndërkohë para se të filloj me pyetjet, risjellëm në vëmendje tek publiku se komuna e Prishtinës që nga drejtimi i kryetarit të komunës Shpend Ahmetit ka arritur një sër progresivitetesh në udhëheqje, duke filluar nga ndalja ndërtimeve pa leje, nga shpejtimi i procedurave administrative, po ashtu janë bërë reforma në arsim. Kanë filluar vizitat sistematike, shëndetësore dhe shumë projekte të tjera, mirë po ka dhe projekte që kanë mbetur të ngecura. Unë i thash këto të gjitha shkaku se mos t'ja lejojnë gjitha që hapësirën ndërdohet nga flet për arritjet, se sigurisht që 30 minuta nuk do të mjaftojnë që të flitet për gjitha ato ndryshimet që janë bërë në komunën e Prishtinës. Po me interesant të di kjo tema e fundit u bën një zhurmë e madhe mediatike sa i përket caktimit të lokacionit për ambasadën e Republikës së Shqipërisë, zoti Sediu. Është bërë mediatike sepse ishte befasishme për neve sjellja e LDK-s dhe PDK-s. Në fakt na erdhi si një, të them kështu, si një habi e madhe, për shkak se ne nuk e kemi paramenduar që dikush mund të marrë bëj kësi veprimesh kur flitet për truall për ambasadën e Republikës së Shqipërisë. Ju e dini që në Republika e Shqipërisë i ka dhënë një ndërtesë 4-4 Republikës së Kosovës në munë qendër të Tiranës për ambasadë, pas një lloj kompenzimi, pas një lloj, si më thon kështu, hezitimi. Ne me ambasadën e Republikës së Shqipërisë kemi marrë një vendim për një truall në Sofali vitin e kaluar, por për shkak të, si më thon, të disa vështërsive në projektimin në atë pjesë të Prishtinës të ambasadës, një rafshir shqetës, u vendos që mos të ngarkohet kjo temë më shumë dhe të vendosim një lokacion tjetër. Ishte edhe justifikimi i PDK-s dhe LDK-s, respektivisht udhëhecësve të grupeve parlamentare, se thanë kemi votuar në një mbledhje të kuvendit komunal, nuk kemi kundër ambasadës, kemi votuar një lokacion. Po, pikërisht për këtë arsye dhe ne sollëm një lokacion të ri, për shkak të faktit që lokacionin të cilin e kemi nda, pasi që filluan punët, si me thonë, në projektime, në idejme e tjera, u pa që është, si me thonë, hapësirë pak e papërshtatshme, me kosto më të madhe e tjera. Se nuk i bëtë këto për llogaritje më herët? Po shihni, sepse nuk mund të bëjmë për llogaritje pa u nda lokacionin, nuk jemi ekspert të arkitekturës e tjera. Kështu që une, kur e diskutuam ndrimin e lokacionit, së bashku me ambasadën e Republikës së Shqipërisë, diskutuam lokacionet e mundshme dhe ky lokacion për shumë arsye na u duk edhe më i mirë. Pra është një pozitë qendrore, është në, si më thonë, në lokacion në cilin ambasada e Republikës së Shqipërisë do neronte edhe Prishtinën me një ambasadë mirë. Përveç asaj, ne kishim edhe ca dakordime që një pjesë të jetë edhe hapësirë publike që do përdorej edhe nga qytetarët e komunës. Besim pak të mbledhja jashtëzakonshme, ftuat mbledhjen e jashtëzakonshme ishte pikë randi ditës, pikërisht caktimi i lokacionit. Në ndërkohë, për ju referohem deklaratave që patën LDK dhe PDK, thanë se nuk kanë qenë të njoftuar paraprakisht, nuk i keni konsultuar. Sa i qëndrojnë këto pretendime? Kjo është e pavërtet, fatkeqësisht të 2-3 ditë kanë folë pavërteta shumë, sidomos më shumë, mund të them, kjo dega e LDK-s në Prishtinë. Pavërteta e parë ishte që kjo tokë është nda LDK-s, ekziston si duket një vendim i vitit 2007. Por vendimi i kuvendit komunal, kur ata kanë qenë, si me thonë, shumicë absolute, i kanë dhonë vetës, në atë ku e manin men edhe banesa, ata i kishin dhonë edhe toka për parti. Por ky vendim nuk është, si me thonë, ekzekutu, sepse në kadastër, kjo pronë nuk është regjistruar si pronë e LDK-s, apo e ndonjë subjekti tjetër, figuron si pronë komunale, Kuvendi Komunal Prishtinë. Mirë, zoti Sediu, mund të ndaj për një subjekt politik komuna pronë, sipas ligjit? Jo, sipas ligjit kjo nuk mund bëhet. Do thotë qysh në start, edhe nëse do të evidentojë si pronë e LDK-s, prapë ligjërisht do të ishte kundërshtim. Ligjërisht është shumë problematike, po nuk po dua të futem në këtë diskutim se mund po më duket, si më thonë, e para problematike si mund dikush mi dhon tokë partisë vet kur është në pushtet. Si mendim, kështu, si mendim o problematik, s'po ecim hiç fare te ligji. E dyta, si mund dikush dal 10 vjet më vonë dhe të thotë kjo tokë është e jona, kur nuk është bërë asnjëherë asnjë transfer i pronës. Dhe treta, me ligj nuk i jepën tokat partive politike, tokat i jepet ambasadave, qeverisë dhe bashkive fetare, kështu e definon ligji.
Dhe çfarë definon ligji nëse shkelet? Po, Aty do të thotë në atë kuvend komunal ka pasur shumë asamblesë që kanë ngritur dorën për të miratuar dhënien e kësaj prone komunale. po në atë kohë në vitin 2007, ky ligj për cilin po flas nuk ka qenë i zbatueshëm, nuk ka funksionuar. Në vitin 2013 është bërë ligji i ri, po për më shumë, përveç kësaj që e thanë këta thanë ne kemi edhe leje ndërtimore për këtë objekt. Ne shikum në arkivat e urbanizmit, nuk ishte as leje ndërtimore. Në mramje një figurë e tyre e njoftur kështu për publikun tha që kemi leje urbanistike. Nuk ishte as leje urbanistike. Pra, për këto 2-3 Patë dhe deklarime që më parë mendojmë për vetveten se sa për Shqipërinë. Po, Patë lloj deklarime. Po, patë edhe si deklarime ishin në disa lajme qendrore deklarata çuditshme. Në fakt, Gjevdet mendoj që kjo tema e ambasadës shpërfaq mendësinë e tyre. Pra mendësia atyre që gjithmonë duhet lidhet diçka me interesin e tyre personal ose partijak. Për ndryshe, si temë nuk ju intereson. Dhe për këtë arsye dhe jemi në këtë gjendje çfarë jemi në aspektin nacional. Pra, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës për 16 vite pas luftës kanë qeverisë me Kosovën së bashku gjithmonë. Ekziston vetëm një 3 vjeçar ku nuk kanë qenë bashkë. Pauzë 3 vjeçare. Për ndryshe, për 16 vite, 13 vite kanë qeverisë bashkë. Kështu që fatura për çdo temë në Republikën e Kosovës, në nivel nacional, ju bie këtyre dyve. Dhe tash, duke trajtu Prishtinën, Kosovën si pronë e tyre, kanë bërë kësi lojnë ashme toka me prona. Mirë, zoti Sejdiu, do thotë ju po pretendoni se ata kanë qenë në dieni. Po ata kanë qenë në dieni, ne kemi dërguar ftesën për mbledhje të jashtëzakonshme me 20 e kemi dërguar, si më thon, me 20 për mbledhja mbledhja me 23-in, me 23 prill, ose diçka kështu. Kryesuesi i kuvendit komunal nuk e ka dërguar ftesën e kryetarit te asambleistat për shkak se nuk ka qenë në Kosovë, kështu thotë. Gjë që unë nuk kam asnjë arsye mos të besoj. Dhe kur është kthy në zyre, e kemi diskutuar. Ai ka pretenduar që thirrja e mbledhjes së jashtëzakonshme për këtë temë është jo ligjore. Më kanë pyet pse është jo ligjore. Nuk ka ditë as të sqaroj. Kryetari i komunës ka drejt. Ka drejt ligjore për mbledhjet e jashtëzakonshme, të kallëzoj arsyeën pse kemi thirrë mbledhjet e jashtëzakonshme. Pra pse nuk e kemi futur në rand të ditës me tema tjera, sepse keni pasur që 5-6 muajt e fundit asnjë temë nuk ka lënë sepse këta dalin pisallës. E kemi parë dhe kjo është goxha simptomatike, dëshiroj ta drejtoj si temë posaçme në kuadër të kësaj interviste. Për shkak drojës që e kemi pas ne që po e futëm këtë në rend të ditën në një mbledhje zakonshme, këta do të gjeni një arsyetim që dalin nga mbledhja. Dhe duke pas, si më thon, për bazë edhe këtë idenë kombëtare që, domethënë mos të fusim temën e trollit të ambasadës së Shqipërisë me tema tjera, po të ndajmë të bëjmë të veçantë në vigjile të mbledhjes që do të jetë nesër të dy qeverive, ne e thirrëm mbledhjet e jashtëzakonshme. Dhe ata po pretendojnë se ka qenë me tendencë pikërisht. Po tendenca ka qenë pozitive, që mos të bllokohet për shkak temave tjera ambasada. Por këta në fakt e pas kanë pas ndërmend për shkak ambasadës të bllokojnë mbledhjen. Mund vije jashtëzakonisht keq, ne kemi bërë gjitha hapat procedural ligjor që gjithçka shkojë si duhet. Besoj shumë që do të reflektojnë, besoj shumë që do të kuptojnë që Republika e Shqipërisë ndonse është një, si më thon, një shtet sovran si gjithë tjerët, nuk është si gjithë tjerët, është Republika e Shqipërisë është, si më thon, për ne pak më shumë se aq. Megjithatë, si vetëvendosje e keni edhe atë konceptin që herët avon bashkohet Kosova me Shqipërinë, sheni se në këto rrethana politike kur një cop truall është vështirë, problematike të ndahet për një ambasadë, si do ta bëni bashkimin? Kjo bën edhe na bën edhe më të, si më thon, më të bindur në argumentin tonë që Kosova duhet fitoj drejtën e vetëvendosjes. Kosovës duhet i hiqet kufizimi kushtetues që nuk i lejon bashkimin me shtete tjera, duhet bëhet referendumi dhe duhet i jepet Kosovës e drejta për të vetëvendosur. Mirë, por realiteti politik flet kështu. Dhe realiteti politik që i kemi tash është realitet cilin duhet ta ndryshojmë. Sepse po e shihni çfarë po ndodh. Për parti nuk është problem të jepet toka, për demarkacion nuk është problem të jepet toka, por qenë ka problem për Republikën e Shqipërisë të jepet toka. Pra, për neve kjo është një nuk është as paradoks, kjo është kompërtej, pra nuk ka kuptim as politik. Dhe përfundoj vetëm të një lloj konkluze, që kjo elitë politike që ka udhëheq për 16 vite, ka udhëheq Kosovën me interesin personal e partijak në mend, asnjëherë qytetar dhe shtetëror.
Rrjedhimisht, këtë mendësi politike duhet ta largojmë dhe duhet mirë me një mendësi komplet tjetër. Sovranitet plot Republikës Kosovës, drejtën për vetëvendosje dhe më pastaj populli të vendosë a don bashkim a nuk don bashkim. Nëse e don bashkimin në rregull, nëse nuk e don bashkimin, prapë në rregull. Deri atëherë, Republika e Shqipërisë është shtet sovran dhe do e trajtojmë çdo kërkesë tyre, si më thon, me disiplinë dhe përkushtim edhe më të madh se për çdo vend tjetër. Sigurisht që për këtë nevojitet kohë, nevojitën zhvillime procese, mirë po ajo për çka s'kan kohë Prishtina, si të është pritja për autobus të ri. Mund të them. Kanë kaluar tashmë 3 javë prej. Replika s'desht aty përmendi se janë vërtet standarde këto kundërshtit gjithmonë shfaqen mes qeverisë së Komunës Prishtinës dhe nivelit qendror. Në këtë rast u përfshi dhe zoti Mustafa dhe përfshi edhe ai vetë e përmendi Kolën. Kolja dhe Malsoria, ata ishin figura të, si me thonë, të aforizmave apo çka janë ato anekdotave të tij. E çuditshme pak për faktin që pak hajgare, po si duket Kolja me toka ko ka ekspert. Me shtëpia s'ko dika, po me toka ko ka ekspert. Po i ndaj ka tokat për parti, se kish problem atë. Në fakt që ka ndodhur, me 22 prill të vitit 2015, në vërtet i kemi dërguar kërkesë për garancion sovranitetit. Para 1 vjet e 2 muaj tashmë. Dhe prej asoj dite deri me datën 14 maj të vitit 2016, Abdullah Hoti është dukur. Në ndërkohë i kemi përfunduar negociatat me Bergj, të cilat i kanë nënshkruar Abdullahin. Kanë nënshkruar dokument ndërkombëtar me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, me trafikun urban, me Komunën e Prishtinës. Kërkesa është nga trafiku urban. Kërkesa është nga trafiku urban, nga ndërmarrja publike trafiku urban. Në nenin 3 marrëveshjes thot, pas negociatave jemi dakorduar për marrëveshjen e kredis, marrëveshjen e garancionit dhe marrëveshjen për përkrahje të projektit. Dhe është nënshkruar. Dhe prej këtij momenti Abdullah Hoti nuk flet fare, e çon një shkresë diku në shkurt, ku thot pas presionit Bergjit, ku thot që nuk i keni plotësuar 3 kushte, ne ja dërgojmë njëherë ditën e punës të parë, ja dërgojmë gjitha dokumentacionin që janë plotësuara që nga tetori i vitit paraprak. Pretendojmë se jeni krejt në rregull me procedurën. Në rregull, kemi qenë në procedurë, jo vetëm ne që pretendojmë, po nëse e sheni edhe kërkesën e Abdullahit për llojin e vendimit nga kuvendi komunal, është përtej që sharak. Erdhë dhe në kuvendin komunal. Erdhë në kuvend komunal. U shfaqet edhe ju në konferencë. Po u shfaqem, unë i kërkova debat publik 2 muaj më herët, i thash me që nuk po don me komuniku në mënyrë zyrtare, sepse komunikuam me emaila, munduam të organizojmë takim me emaila, nuk pranonte, ishte gjithmonë në udhëtime. Kërkova dhe debat publik, i iku atij debatit publik, i kërkuam takim 3 palësh, i iku takimi 3 palësh, dhe na tha që nuk është në Kosovë. Dhe disi u kthye në Kosovë dhe përfundoi në kuvend komunal. Dhe kur kuptova që është në kuvend komunal, pa paralemrim, këtu janë 2 probleme. E para është që ne kemi tentuar 2 muaj të takojmë. Kemi bërë kërkesë zyrtare nga kabineti kryetarit. Nuk ka pas kohë asnjëherë. Problemi i dytë është protokolar. Pa marrë parasysh dallimeve politike është ministri i financave. Dhe kur një ministri i financave viziton një komunë, ne si komunë duhet përkujdesemi për një protokol. Duhet përkujdesemi për një procedurë. Nuk mund vish në komunë si ministri i financave dhe, si me thonë, të mundosh me ik ballafaqimit ose takimit me kryetarin apo nën kryetarin. Dhe futet në sallën e kuvendit komunal dhe mundohet me marrë konferencë për shtyp. Dhe me që unë kështu si tip nuk e kam problem të ballafaqohem, u futa në sallën e kuvendit komunal dhe thash ministër, cilat kërkesa nuk i kemi plotësuar. Tha nuk flas me ty, tha ti e din cilat janë tash. Jo, nuk e di. Kam një letër në cilën i kërku këto 3 gjana, që ku janë këto 3 dokumente, ku o problemi, doli. Nuk përfundoj fare me... Mirë po zoti Sejdiu, tash keni shumë projekte, vazhdimisht përsëritën skena për arsye të ndryshme, do thotë nuk është kjo zhurma parë që bëhet vetëm për autobus, ka pas situata edhe për ndërmarrjen pastrimi, ka pas edhe për ujësjellsin, replika kontra replika, kemi dëgjuar një fjalor goxha që se keni kursyn palët ndaj njëra tjetrës me argumente, pa argumente, megjithatë i keni dërguar kauzat e tuaja politike tutje, po qytetarë çka përfitojnë prej kësaj? E para, duhet të them që nuk mund të pretendojmë që do të ketë zhvillim të Prishtinës dhe zhvillim të këtij vendit me njerëz që e kanë sjellë në këtë situatë. Dhe ata njerëz ju votuan juve që ta qeverisni Prishtinën. Pra, dhe ne po e qeverisim Prishtinën. Ne kemi, ju i përmendet disa, unë po i përmendet edhe disa, ne kemi bërë 12 zotime. Ne kemi fitu në zgjedhjet komunale në vitin 2013,
me 12 zotime. Prej cilave, 3 janë që në cilat, si me thonë, po punohet vazhdimisht dhe jemi në ballafaqim vazhdueshëm me qeverinë. Një është transporti publik, 2 është uji, dhe 3, për cilën qytetarët pak e dinë sepse nuk kemi bërë shumë zhurmë, janë qerdhet. Edhe me qerdhe kemi ballafaqim. Për shkak se ne po i bëjmë qerdhet me bazën e komunitet, dhe këta kanë pretenduar që për shkak kufizimeve buxhetore nuk do të kemi mundësi të hapim qerdhe. Ne kemi gjetë modelin, tentuan të bllokojnë këtë model, kur e kuptuan që s'mund ta bllokojnë, nuk po. Është vetëm logjik bllokuese. Absolutisht, nuk ka asnjë logjik tjetër. Unë nuk e kam asnjë argument për 2 vite që jam në 2 vite 6 muaj, tash 2 vjet e gjys, që jam në kryetari i komunës Prishtinës, nuk e kam dëgjuar asnjëherë, asnjë argument, asnjë për këto 2 tema që ka bazë ligjore. Po ja u shpjegoj. Ligji thotë që në bordin e ujësjellësit rajonal Prishtina, një përfaqësues duhet jetë i deleguar nga komuna Prishtinës. Dhe e saktëson ligji procedurën se si shkon kjo. Ne e kemi përcjell procedurën, e kemi jap emrin, emri ka shkruar në zyret kryeministrit dhe kryeministri nuk e ka emënu këtë njeri. Pat një atmosferë pozitive se filluat të takoni me kryeministrin, bashkëpunuat, pritëm pak më tepër prej këtij bashkëpunimi. Ne shkum në takim, ishim unë Shpend Ahmeti, kryetari i komunës, Genz Bashota në atë kohë drejtor zhvillimit ekonomik. Shkuam në takim. Shfaqje dhe ai vullnetin e mirë që të ndihmoj. Po, si duket ky koncepti i kësaj mendësie politike që ka qeverisë me Kosovën dhe Prishtinën për 16 vite është në llafe, në fjalë, jo në vepër dhe punë. Çfarë ju premtoj që nuk realizoj? Shkum për 5 tema gjithet, për temën e ujësjellësit. I tham kryeministri ujësjellësi, edhe ju e dini, edhe ne e dim që mund të ndreqet. Nuk është problem a kem ujë, problemi është menaxhimi i resurseve ujore. Rrjedhimisht, me përkrahjen e ujit, me një përkushtim prej juve, na mund ta zgjidhim problemin e ujit në Prishtinë shumë shpejt. Dhe u dakordut. U dakordum. Tjetra. Folëm për transport publik, tha do e përkrahim iniciativën e ju maksimalisht. Shkoj në Vjen, tha në Vjen Isa Mustafa ka shkuar dhe ka thonë na ndihmoni me projektin e transportit publik në Prishtinë. E tha publikisht, po tani e bllokoj këtu. Kemi folë për ligjin e Prishtinës, kemi folë për pallatin e rinisë, dhe me sa më kujtohet kemi folë edhe për stadiumin e Prishtinës, për renovimin e stadiumit të Prishtinës. Aty për cilën gjë dhe ka ndodhur shkaku se Ministria e Kulturës ka ndodhur disa fonda për investime. Edhe ne edhe ata kemi ndodhur, tash është në OSHP në rivlerësim procedurën e tenderimit e ka bërë Ministria e Kulturës, pra kjo ka ecë. Pallatin e rinisë e dini që e ka vendosur në likuidim dhe në diskutime me AKP jemi dakorduar që të krijojmë një mekanizëm për me ecë përpara, por këto 3 tema tjera po përfundojnë njëjtë. Është bë seleksionimi lista e ngushtë e drejtorit ekzekutiv të ardhshëm të kompanisë ujësjellëse rajonal nga një bord jo ligjor. Dhe ky e lejon këtë. Ligji i Prishtinës është diskutim cilin ne kemi bërë një punëtori e manin me ndoshta në vitin 2014, ku i kemi nxjerr një draft komenteve për politikën dhe si duket ligji për Prishtinën, kemi dërguar në qeveri. Nuk ka asgjë. Dhe për transportin publik, tashmë po e dini historien e... Kush është shpall fitues i tenderit për transportin publik? Di raporti... Procedurat Bergje. Po, procedurat Bergje të bëjë gjithçka, raporti final është dërguar në Bergj, pas nënshkrimit të garancionit sovranitetit, Bergje mund të na njoftoj për këtë temë. Ne vazhdim tutje shkaku se më herët ju thashit se Prishtina mbetet pengi i koalicionit Dirak-Sami. Specifikonit sepse zënit besonit që është një subjekt i tërë. Ende nuk besoj. Tash keni ndryshuar mendim pas kolës dhe marsorës apo? Jo, ende nuk mendoj që asamblejistët e PDK-s dhe asamblejistët e LDK-s në Kuvendin Komunal të Prishtinës gjithë i ndajnë këtë lloj logjike. Kemi pas edhe asamblejistë LDK-s që kanë dalë pavarur tash. Ju e dini është zoti Kastrati, Abit Kastrati, i cili ka qenë një aktivist i devotshëm i LDK-s, por kur e ka pa këtë logjikën e Samiut për të blloku, ka dalë i pavarur. Kemi asamblejistë edhe nga LDK-ja edhe nga PDK-ja që privatisht na thonë që nuk kemë çka t'i bëjmë, kështu po kërkojnë. Jo, po publikisht votojnë ashtu siç kërkohet. Publikisht votojnë ashtu siç kërkohet, por ke parasysh ka tash 4-5 muaj që po dalin pi sallës, sepse si duket veç ashtu sigurohen që i kanë gjitha votat. Po kuptoni? Pra nuk po e lejojnë votën me ardh, po i tërheqin nga salla, në mënyrë që mos vijen gjërat në votë, dhe po e prishin me kvorum.
Unë mendoj sinqerisht që Prishtina është bllokuar nga dy persona, është Sami Hamiti dhe Lira Kqelaj, që mendojnë që duke bllokuar temat e planeve rregulluese, temat të cilat kanë një rëndësi për Prishtinën, mendojnë që ta bllokojnë Prishtinën. Rri deri në atë ekstrem sa nuk pranojnë të qëndronin në sallë për temat të cilat diskutoheshin që ndërlidheshin me drejtorinë e urbanizmit konkretisht me drejtorinë. Kjo ishte tash një absurd i papam. Thoshte Lira Kqelaj ke sjellet i planet rregulluese, por mos vinë nga urbanizmi. Le të vijë nga dikush tjetër dhe ne rrim në sallë. Dhe kur për shkak të si më thon ristrukturimit të komunës, u vendos që drejtoria e planifikimit strategjik dhe zhvillimit qëndrueshëm të mirët me planet rregulluese të hollësishme, Liraku thoshte, mirë sigurohu ti që aty shkruan dikush tjetër dhe jo Libuna Liu. Po kupton mirë. Ka pas raste kur i ka dërguar edhe vet kryetari Ahmeti. Po i ka dërguar edhe kryetari Ahmeti, po po shqo, kjo punë pse deri në këtë pikë ky mos komunikim kjo situatë. A konsideroni se keni mujt pak të veproni edhe ndryshe sikur të koaliciononit me njërin nga këto dy parti? Ne kemi pas një dakordim me gjitha subjektet përveç me LDK-n, sa i përket menaxhimit të ndërmarrjeve publike në komunën e Prishtinës. Flas në ekzekutiv, jo vetëm në ndërmarrje publike. Po në ekzekutiv, ju e dini tash më së fundi kemi bërë një marrëveshje me AOK-n, do kemi edhe një marrëveshje me AOKR-n, dhe shumica në kuvend tashmë besoj e kemi, pa LDK-n dhe pa PDK-n. Është për këtë arsye përkroi edhe Mimoza Kusari menjëherë sot në raport me lokacionin e ambasadës. Mendoj që Mimoza Kusari, si kryetare e komunës Gjakovës, e ka kuptuar, duke e ditë, si me thonë si shkon procedura për temat të tilla, e ka kuptuar që krejt çka ka fol LDK dhe PDK është nonsens. Dhe e lexova dhe mund të them që te tri pikat i ka të sakta, pra aspektin ligjor, aspektin formal dhe aspektin politik. Mimoza Kusari, e cila po themelon parti të re me ish bashkëpartiakun tuaj. Ish bashkëpartiakun tim Ilirin, unë i uroj rrugë të mbar, i uroj sukses. Ajo që më gëzon mua është që Iliri është shprehur që po krijon një subjekt i cili do të jetë opozitor ndaj këtij lloji, ndaj kësaj qeverisje. Kjo është e mirë. Po dhe vendosë ishte opozitore. Po besoj që ka të bëjë me pozicion ideologjik. Vetë vendosja një subjekt i cili është, si me thonë kështu, lëvizje, është në aktivizëm, është socialdemokrate, dhe në tema të ndryshme është, si me thonë, kogja e vendosur. Iliri mendoj që është i çik më liberal, është më shumë te ideja e argumentit se te ideja e veprimit konkret me aktivizëm, dhe ndoshta ka pas edhe dallime në mendim sa i përket trajtimit të asociacionit apo të kthehemi deri nëse më lejon, pse nuk po bëni koalicion me PDK-n që ti zhbllokoni disa probleme? Apo tash është vonë, është hub si mundsi? Jo, me PDK-n ne kemi bisedu. Apo zëra kanë thënë nëse bën koalicion me AOK-n dhe nuk ju ndihmon me numra në kuvend, se raporti është ashtu i numrave, pse atëherë nuk bëni me një subjekt i cili do t'ju garantonte që do të miratoheshin planet me automatizëm? Për me bë koalicion me dikon do të me pas një mirëbesim, apo? AOK-ja, AOKR-ja për 2 vite qeverisje kanë bashkëpunuar me neve dhe sa kanë pas ndonjë problem apo sa kanë pas ndonjë ide ndryshe na i kanë thonë. Pra nuk kanë kriju skena në kuvend për të bërë një farë teme. PDK-ja në momentin e parë që krijoje mundësia godiste pa asnjë argument përsëri. Veç kjo është arsyeja? Po mendoj që pa mirëbesim nuk mund të punosh. Është e pamundur të punosh me dikën nëse nuk i beson që nesër do të bëj veproj. Nuk ka të bëjë kjo për shkak të temave të nivelit qendror? Po edhe për shkak të temave të nivelit qendror, gjithsesi, sepse nuk janë të ndara njëra nga tjetra. Kupton, nuk mund të sillemi thosë Prishtina nuk është pjesë e Republikës Kosovës. Por gjithashtu, kjo është ndihmuar shumë prej mosbesimit dhe prej insistimit të njerëzve, një grupit njerëzve të PDK-s që të instalojnë figura politike partijake në ndërmarrje publike dhe kjo për ne është e papranueshme. Po për momentin realiteti në komunën e Prishtinës numrat janë këto. Si do të bëhet zgjedhja? A keni tentuar ndonjëherë që ndoshta do të shkoni në zgjedhjet parakohshme ta zgjidhni këtë problem? Po ne jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhjet parakohshme, nuk e kemi asnjëherë, kemi thënë këtë. Vetëm asamblen. Po i kemi thënë edhe nëse alternativa jonë nuk fitore, ne do e rishikojmë edhe idenë e kryetarit.
Pra, por jemi të gatshëm për zgjedhje. Hajde shkojmë asambleja, të votojmë, të shojmë Prishtina, apo e voton këtë asambleja jo. Dhe nuk e përjashtoni mundësinë që të votohet të shkohet për zgjedhje edhe për kryetarët komunës Prishtinës. Po nëse ne humbim në zgjedhje për asambleje, atëherë normalisht që kjo një sinjal për ekzekutivin, por ne jemi të bindur në fitore. Ne jemi të bindur në fitore të thellë. Dhe kjo është arsyeja pse ata nuk e marrin guximin të futën në zgjedhje. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse këta që 4-5 muaj nuk vinë në mbledhjet të kuvendit komunal, sepse e dinë që nuk i kanë numrat as në kuadër të partive të tyre. Është një temë tjetër që nuk e prekëm, po është shumë e rëndësishme. Prishtina Parking, edhe kjo është një problem që ndërlidhet me nivelin qendror, mirë po është edhe një problem që po bëhet dita ditës me i theksuar për qytetarë se po gjobiten shumë nga policia e Kosovës në mungesë të hapësirave të parkingjeve. Janë shënjuar hapësirat, po nuk po menaxhohen, nuk po ka hapësirat mjaftueshme. Çfarë po bën komuna Prishtinës në këtë temë? Këtë javë eventualisht në fillim të javës tjetër bëhet regjistrimi i ndërmarrjes Prishtina Parking. Me njerë pas regjistrimit të ndërmarrjes Prishtina Parking, fillojmë me procesin e rekrutimit të njerëzve për ndërmarrje. Dhe të njëjtën kohë, brenda muajit qershor bëjmë edhe, si më thonë, tenderimin për softverin e duhur për menaxhimin e hapësirave për parking. Jemi kohëgjatë sigurt që në shtator do të funksionalizohet kjo. Përtej kësaj, mendoj që ka hapësirat mjaftueshme, ka hapësira në komunë Prishtinës, të cilat janë parkingje me pagesë, por me që hapësira tjera publike janë pa pagesë, qytetarët preferojnë që të gjejnë hapësirën pa pagesë. Në çdo qytet evropian, po edhe në region Shkup, ku i diu në Kumanov, në Zagreb, në Podgoricë, në Sofje, në çdo qytet, menaxhimi i hapësirave të parkingut që janë publike menaxhohet me pagesë. Kjo është pak edhe indikative se keni pas bashkëpunim edhe keni edhe më tutje me Zagrebin, që e përmendet Bratislavën, Tajvanin, Namurin, Bellin në Zvicër, por nuk po gjeni bashkëpunim me shqiptar, me LDK-n dhe me PDK-n. Jo, me LDK-n dhe me PDK-n o problem me gjetë bashkëpunim, për shkak se përderisa ne si ekzekutiv dhe vetëvendos jemi të interesuar që të jemi në shërbim të qytetarit, ata janë të interesuar të jenë në shërbim të qysh ishte slogani, prona, familja, shteti, apo? Kështu e kishin sloganin në zgjedhjet PDK-ja. Unë mendoj që ato shtetit e kanë vendosur veç kështu, se përndryshe janë veç te prona e familja, nuk kanë asnjë interes për shërbyer qytetarin. Për 16 vjet kemi këtë situatë. Prishtina Parking, trafiku urban dhe disa projekte të tjera keni qenë bardhë vetë ju personalisht. Këto dyja po gjithsesi. Dhe janë pikërisht projekte që përmbushin përqindje më të madhe të premtimeve të cilat e keni bërë për Prishtinën. Do thotë kjo që përgatitet Dardan Sejdu për kryetar, për kandidat për kryetar të komunës Prishtinës. Faleminderit për pyetjen, po më komplementon me këtë. Po marr si kompliment më shumë se si diçka tjetër, po ju e dini që në lëvizjen vetëvendosje vendimet mirë nga Këshilli i Përgjithshëm, mirë nga kryesia. Shpend Ahmeti është kryetari i komunës Prishtinës. Unë personalisht mendoj që është personi më i duhur për të menaxhuar Prishtinën. Jam shumë i bindur që Shpendi në mandatin e dytë do të jetë edhe më i suksesshëm se mandatin e parë. Mirko Shpendi është përfolur si kandidat potencial për kryeministër. Po, këto janë temat që e kanë një pyk. Mendoj që është përfolur si kandidat për kryeministër për shkak se kanë tentuar të krijojnë një lloj përçarje në mes të Ferit, grupit që vjen nga Feri, dhe në vetëvendosje grupit që e ka themelu vetëvendosjen. Që është interesante sepse këtë po mundohen ta bëjnë ka 3 vite, 4 vite, unë jam në vetëvendosje që 5 vite. Ndërsa në tërë keni qenë shumë më shkurt, këto deklarime keni pas edhe publike, po keni qenë edhe nga kandidat më të votuar nga rreth televizës vetëvendosje, dhe kjo është një predispozitë e mirë për të qenë një kryetar komune i Prishtinës në të ardhmen. Mendoj që lëvizja vetëvendosje ka mjaftuar shumë njerëz që të kandidojnë për kryetar të komunës. Unë si Dardan nuk e kam asnjë të lartë nëse më jepet ky besim, të garoj, por mendoj që Shpend Ahmeti dhe shumë të tjerë në lëvizjen vetëvendosje do e bënin këtë punë më mirë. Dhe do të ishte kandidat i mirë dhe do ta qeveriste edhe më mirë Kosovën, Shpendi sa dhe Prishtinën. Mendoj që lëvizja vetëvendosje. A do të preferoni ty që ta shihni Shpendin kryeministër? Ti shërbej pak asaj pikës. Unë do preferoja të shoh kryeministrin nga lëvizja vetëvendosje. Kushdo që është kandidati i lëvizjes vetëvendosje që vendoset në Këshill të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, pra kandidati për kryeministër nëse i vjen ky moment, zgjidhet nga Këshilli i Përgjithshëm i lëvizjes vetëvendosje. Mirë, po, nëse ju do të kishit mundësi të votonit në atë Këshill të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, ju do ta jepni votat. Po patjetër. Unë jam antar i Këshillit të Përgjithshëm. Do të votoni për Shpendin apo për Albinin? Po pyetje shumë me thënë çuditshme.
Unë do votoj. Kështu, sikur në një listë, llogaritën nëse dëshironi ta bëni votën tuaj publike, ku ju i zgjedhni 5 kandidat, që janë personal. Në këtë rast, a mund ta ndonit me neve, kënd do doni t'ja jepni mundësinë tashimit kryeministër Kosovës? Si Dardan? Personalisht kështu. Mendoj që Albini është kandidati ideal për situatat në cilën gjendemi tash. Dhe mendoj që Albini do të qeverisë Republikën e Kosovës në mënyrën më të mirë të mundshme, por gjithashtu mendoj që edhe Shpendi do e bënte të njëjtën. Pra për mu Albini, Shpendi, Visari nuk kanë asnjë dallim. Për mu janë aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Vota siç e dini është e shajtë, është e msheft. Por kushdo që ta qeverisë Kosovën nga lëvizja vetëvendosje ka përkrahjen e subjektit, është i zgjedhur nga subjekti dhe nuk dyshoj në asnjërin prej tyre që do ta bëjmë punën mirë. Po të fusje edhe Visarin në këtë kalkulim, si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, atëherë do ishte pak më vështirë. Po e them në aspektin që Visari Meri mendoj që ndalej rumbullaksimi i Dardanit. Jo bre, vërtet Albini E di pse ju pyes, se ngritur shumë tema. Ti sqarojmë një herë për gjithmonë për publikun nëse kemi mundësi për ata që na ndjejnë. Albin Kurti, si kandidat për kryeministër i lëvizjes vetëvendosje, do na nderonte jo vetëm vetëvendosjen, po besoj në gjithë kombin. Është një prej aktivistëve politik i cili gjithmonë kanë qenë stoik në qëndrimet e tij dhe mendimet e tij, dhe koha ka treguar që në analizat e tij për çfarë na pret dhe sfidat që na presin ka qenë i saktë. Pra Albini në analizën politike dhe mendimin politik dhe veprimin politik është i pakontestueshëm. Shpend Ahmeti është, si me thonë, aktivisti vetëvendosjes i cili qeverisë në nivel lokal. Dhe ka dëshmuar tjetrën për lëvizjen vetëvendosje që lëvizja vetëvendosje është e pakorruptueshme. Qeverisja komunale në Prishtinë këtë e ka dëshmuar. Pra e ka dëshmuar për lëvizjen vetëvendosje si subjekt. Dhe Visari Meri është një person i cili ngartan vetë edhe mendimin politik edhe ekonomik. Pra përveç se o kryetari i lëvizjes vetëvendosje ka një mendim të qartë politik, por e ka dhe idenë e qartë ekonomike se si ecet përpara. Pra si dallosh këta njerëz? Mendoj që në këtë situatë njëri do duhet ta zgjidhësh. Po patjetër, po kushdo që të është. Ai do të ishte? Jo, kushdo që është, vetë për mua është në rregull. Unë s'kam asnjë preferencë. S'keni preferencë. Ja, s'kam asnjë preferencë. Është votë e Këshillit të Përgjithshëm. Preferencë e imja është vetëm një, që lëvizja vetëvendosje të qeverisë me Republikën e Kosovës. I nominuari për kryeministër është vendimi i Këshillit të Përgjithshëm. Kur t'i shohim kandidatura. Mirat e nëse him, pra në matematika, vetëvendosja ka kandidu me Albin Kurtin për kryeministër, mirë po nuk ka arritur të mbledh votbesimin në zgjedhjet parlamentare. Nëse do të fitonte vetëvendosja do të ishte Albin Kurti kryeministër. Nuk e ka mandat, nuk ka thonë ky do të jetë kryeministri. Po është nën kuptuar. Por Shpend Ahmeti si tash mund të nën kuptohet që Visari Meri është kryeministri kandidati. Po, Shpend Ahmeti ka kandiduar si vetëvendosje në nivel lokal dhe në poshtë kandidatin i cili tash është kryeministër. Në politik ka edhe matematik. Është të thjeshtë. Ju jeni edhe një prej atyre që i njehni këto zhvillime, këto rrethana i përcjellni. Ato kam menaxhuar me fushatën e Shpendit, që njihen dhe në këto rrethana si profesionist, kënd do ta preferoni? Unë kam menaxhuar me fushatën e Shpendit në Prishtinë, e di sakt si është bërë kjo punë, e di sakt çfarë kemi bërë dhe e di sakt që me që e ki edhe sakt piknet emisionin, kandidati për zgjedhje është i rëndësishëm. Kandidati i cili vendoset si mandatar, si kandidat për kryetar komunë është i rëndësishëm. Duhet të jetë figur unifikuese. Po, por nuk është determinues. Ta keni këtë parasysh. Determinues nuk është. Është i rëndësishëm, por nuk është determinues. Nuk ekziston në asnjë matematik një vektor i cili e ka primatin, kryeson dhe patë nuk ndërtohet. Jo, duhet me pas shumë elemente. Në këtë aspekt unë e them kështu. Mendoj që gjithë shoqëria duhet bëhet bashkë. Partitë politike, subjektet, shoqëria civile, gjithë ata që ja dojnë të mirën këtij vendi, të bëhen bashkë dhe të ndërtojnë një platformë, një alternativë me cilën e nxjerrin Republikën e Kosovës nga, po e them kështu, nga kthetrat e kësaj kaste politike që nuk kalon gjatë keqe pa i bërë këto 16 vjet. Tentuat, por megjithatë nuk rezultuat me sukses. Unë nuk mendoj që ka përfunduar kjo historie, nuk mendoj që duhet përfundoj kjo historie, mendoj që ka pas mos pajtime, por nuk mundemi milion këto mos pajtime
me na mbajt peng drejt një shpërthimi që duhet bëjmë. Duhet të kalohet LDK dhe PDK. Duhet dalim nga këto kthetra të LDK-s dhe PDK-s. Keni qenë edhe pjesë e këtyre takimeve? Kam qenë pjesë e ekipit që ka negocu për listën e përbashkët. Ku ndodhi thyrja? Pse ndodhi thyrja? Thanë që keni qenë ju personalisht, ju kanë përmendur oponentët politik konstruktiv në bisedime, mirë, por nuk i kanë shprehur të njëjtat mendime edhe për përfaqësues tjerë të vendosjes. Këto tash janë vlerësime subjektive të njerëzve sa i përket takimeve. Kuptoj vullnetin tuaj të mirë, po ku ndodhi ajo që mendoj që dallimi ka qenë dhe vazhdon të jetë në një pikë. Spari dakordohemi për, si më thon, parimet mbi të cilat do të ndërtojmë alternativën. Po. Nuk mund të flasim për njerëz pa i definu parimet. Ata kërkonin të flitet për njerëz. Unë besoj që ata ishin më shumë insistues të flisnin për, si më thon, pozicione se sa për shpërthim. Më shumë ishin të interesuar të flisnin për sa njerëz kush i ka ku në listë, se sa që ishin të interesuar të ndërtojmë listë fituese. A u përmendën këto biseda është përmend Shpend Ahmeti në ndonjë kontekst? Asnjëherë. Është në momentin që është filluar diskutimi për mandatarin, kemi folë në terma funksionesh, nuk kemi folë në terma me emra, kemi thonë kryeministër, kryetar kuvendi e tjerë, barcliste, kështu kemi folë. Kam qenon, zbashku me Arber Zajmin dhe Besnik Bislimin që kemi thonë që këto janë, si me thonë, derivat i ndërtimit të ides e jo vetë ideja. Nuk mund të themi kryeministër Xhevdet Pozhari, hajde tash të bëjmë platformën rreth Xhevdetit. Por s'pari ndërtojmë platformën, në mënyrë që sa më shumë njerëz të jenë pjesë e kësaj platforme, e ndërtojmë listën me parimin e votave që i kemi pas në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku ne si vetëvendosje jemi tregu kogja zemërgjër, sepse kemi pranuar të heqim nga, si më thon, pjesa që do të na takonte për shkak të numrave të zgjedhjeve dhe ato t'i alokonim dy subjekteve tjera dhe shoqërisë civile, në mënyrë që të krijojmë një farë uniteti, por ja që përfunduam në diskutime të natyrës që kjo platformë duhet s'pari të diskutoj kush është kryeministri, kush është kryetari kuvendit. Tashin këto rrethana, ato dyja prapë mbetën bashkë, ka dhe nisma, mirë po jo dhe vendosja. Është mirë që kanë mbetë bashkë. Rrezikohet që po krijon dy forca opozitare në tabor, plus është paralajmëruar edhe forca e tretë, nëse eventualisht do të arrijë që të tablohet ata duhet të bëhen bashkë. Dhe si duhet gjeni atë model? Dhe mendoj që gjithë ne duhet bëhemi bashkë, të ndërtojmë një platformë përbashkët, bazuar në parime të thjeshta. Dhe qëllimi do të ishte vetëm të luftohet PDK-LDK? Jo, qëllimi do të ishte shkapja e Republikës Kosovës nga kthetrat e PDK-s dhe LDK-s që e kanë kapë këtë vend. Nuk ka institucion në Republikën e Kosovës që nuk ka person partijak në te. Nuk ka ndërmarrje publike në Republikën e Kosovës që nuk ka person partijak në te. Nuk ka shkollë në Republikën e Kosovës që ka drejtër e që nuk ka libres partije. Kjo është e tmerrshme. Dhe këte e kanë bo PDK dhe LDK. Nuk ka bo as vetëvendosja, nuk ka bo as AK-ja, as shoqëria civile, ndonse kanë pas momente që të gjithë, AK, nisma, që të gjithë, ku kanë shpërfaqur qeverisje e cila ka pas kritika të jashtëzakonshme. Dhe ardha në këtë lloj platforme nënkupton Sa mund bëhen ndryshimet me AK-n e cila i ka humbur 2 komuna në zgjedhjet e fundit pikërisht shkaku se njerëzit kërkonin ndryshime, apo edhe me nismën, e cila ka qenë derivat i pakënaqësive me PDK-n. Po. Unë jam kështu i thtar i mendimit që një person, një subjekt mund të kuptoj që rruga e cilën e ka njeh deri tash është e gabuar. Dhe nëse kupton të kundërta një nevojitë të forcë politike. Po kjo është letë e lexueshme. Është letë e lexueshme. Ekziston momenti, ekziston nevoja. Soni Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limajt. Unë nuk i njeh. Fatmir Limën e kam takuar 2-3 herë në aktivitete kështu, nuk i njeh si persona privat, për mua politikisht kurëshën. Politikisht për Fatmir Limën ekzistojnë, domethënë, procese gjyqësore, procese të cilat ndonjëherë janë interesante për faktin që po ngritën sa herë po ndërtohet një forcë politike atje, dhe mendoj që kjo është një farë personi publik i cili ju kanë ndërtuar një figurë caktuar. Dhe kjo është, si më thonë aty, unë nuk mund ta kontestoj të them kështu apo ashtu se nuk e njeh. Sa i përket zotit Haradinaj, zoti Haradinaj Tash keni edhe koalicione Komunë Prishtinës. Komunë Prishtinës është drejtori i shërbimeve publike zoti Gent Begolli, i cili mund të them që është duke bërë një punë të mirë. Është pjesë e ekipit, nuk kemi asnjë, si më thon, telash. Tash,
duhet të ecim përtej këtij diskutimi kështu, e ke bë këtë gabim në të kaluamën, rrjedhimisht je i padobishëm për të ardhmen. Po vendosja është çmu për konsistencë. Po jemi konsistent. Shkaku i kujdeseve. Për atë Jemi konsistent. Dua ta di sa i kushton rëndësi konsistencës. Jemi konsistent. Pse jemi konsistent? Sepse për neve është e rëndësishme dhe për këtë arsye, si më thon këto bisedime kanë çalu, janë stagnu, janë paish. Për shkak se ne kemi thonë, parimet, platforma, e tek atëherë individët dhe pozicioni. Nuk bëhet e kundërta. Ne gjithmonë këtë e themi. Ne e themi është shteti zhvillimor, shteti social, shteti së drejtës. Pra, korrupsioni, luftohet. Ndërtu do të jetë pak problem se bëhet fjalë për parti, për shembull AKP është deklaruar si e djathtë, ju jeni qendrë e majt. Dhe për këtë arsye bëhet diskutimi për platformë. Pra, Në këtë rast më afër me ideologji ngjani me nismën, e cila e ka shpall veten si socialdemokrate. E ka shpall veten si socialdemokrate, kjo më gëzon shumë, ndonse shpesh kur ndëgjoj Bilalin, Sherifin në ato diskutime nuk më doke i majt. Bile ishte një moment ku s'di kush i tha, ju si parti e djathtë, e thana jeni atë majt, okej, në rregull. Vetëvendosja është subjekti i vetëm i cili ka alternativën qeverisë të shkruar. Domethënë është janë 3 shtyllat programit në shtetin së drejtës, shteti zhvillimor dhe shteti social, për secilën prej temave që pak a shumë ndërtojnë një sistem të mirë shoqëror, kemi politika të definuara qarta, me numra, jo vetëm, si me thonë, diskutime kështu gjëra që duken mirë në fjalë, por ku e diu, ne kemi plan të sakt për mënyrën se si duhet zhvillohet ekonomia, kemi plan të sakt për shëndetësi, kemi plan të sakt për bujqësi, për arsim, për të gjitha. Se kemi mbrit në minutat e fundit, ndoshta edhe kemi të kaluar limitin, po patëm shumë tema për diskutuar, po më intereson edhe një temë, s'dua të kaloj pa diskutuar takimet e juaja me kryeministrin Rama. Janë shpeshtuar kohëve të fundit, e vizitoni shpesh, ka ardhur edhe në komunë Prishtinës. Po. Ju ka bërë disa kritika miqësore, pam edhe një fotografi ku shihej kryetari i komunës bashkë me presidentin e Kosovës. Thasi. Kryeministri Rama është... Mos po tenton të negocioj pak të që tensionohet situata politike. Jo, kryeministri Rama ka qenë jashtëzakonisht korrekt në këtë aspekt. Asnjëherë nuk është fut në këto diskutime, por ju e dini që kryeministri Rama, të më thonë dhe kryetari komunës Shpendi, janë taku disa herë, në 2 prej atyre takime kam qenë edhe unë, dhe gjithmonë është diskutuar se si mund të intensifikohen disa temat që ne mendojmë që janë të rëndësishme. Si mund të punohet bashkë më shumë, si mund të kyçim Tiranën më shumë me Prishtinën. Me zgjedhjen e zotit Veliaj në Tiranë, kjo vetë se ka filluar të ndodhë me aktivitetet ndryshme që po besoj do të shpërfaqen si vjetë dhe vitin e ardhshëm. Kryeministri Rama mik është kryeministri i Republikës Shqipërisë dhe neve na nderon sa ardh janë në Prishtinë që na viziton edhe ne. Mirë, se s'ua pëlqej objektin e komunës. Po besom ne edhe unë nuk e pëlqej, por kjo shenjë se jeni të menduar diçka me ndryshuar në drejtën. Në renovim të objektit. Ndoshta edhe ndërtim të objektit të ri. Me të thonë drejtën nuk kemi luks të bëjmë gjëra të tilla. Buxheti i komunës Prishtinës, për shembull, një numër që është interesant, komuna e Prishtinës i ka 800 km2 territor dhe i ka 65 milion euro buxhet. Varshava, kryeqyteti Polonisë, i ka 400 km2. Pra është përgjysmë më i vogël se ose Prishtina është 2 herë më e madhe se Varshava. Dërsa Varshava ka buxhet diku afër 4 miliardë euro. Këto janë tavanët buxhetore që sillën ministria. Pra ne kemi 65 milion euro, të cilat edhe me dashur me ngrit, nuk kemi mundësi me ngrit. Rrjedhimisht thotë zotit Rama, nëse të pëlqen objekti na ndihmoni pak si Shqipëri. Jo sepse po shpresojmë që zoti Rama do të na i bëjë qendrën e Prishtinës me ambasadë të vetë edhe më të bukur se komunën e Prishtinës. Kështu që më interesante do ishte një ambasadë e Republikës Shqipërisë në qendër të Prishtinës, në një lokacion i cili do e besojnë do e bënte Prishtinën edhe më të bukur, plus që këta Republika e Shqipërisë ka menduar një ambient i cili do të ishte edhe i hapur për publikun që do krijonte një farë të publikës përgjithshme. Përndryshe, duhet të them që sepse e përmende, duhet të them që Shpendi në lojë të basketbollit, futbollit, sa janë lojë të rëndësishme të qytetit, është aty gjithmonë, është prezent. Aty është edhe Hashim Thaçi i përcjell gjitha figurat për të bënë një foto. Po, Hashim Thaçi është gjithmonë kur një kryeministër aty ai do vi aty, do e bëj një fotografi.
S'ka dhe kur gjë të është keqe. protagonist, jo, është protagonist i Kjo pafund. shenjë se ai nuk dëshiron të ketë edhe armiqsi ndoshta me Juve. Po nuk është çështje armiqësie, është çështje politikash. Presidenti ose mënyra se çu zgjedh presidenti është goxha problematike. Mendoni se është vetëm lojë PR-it, nuk ka kur gjë sinqerisht. Absolutisht, nuk është lojë e PR-it. Zoti tha që tashmë është dëshmuar si një protagonist i këtyre temave, është të krijoj situata në cilat ai mundohet të përfitoj politikisht. Situata ka qenë e thjeshtë. Klubi basketbollistik Prishtina ka pas një lojë të rëndësishme. Kryeministri Rama ka qenë në Prishtinë. Shpend Ahmeti ka shoqëruar si kryetari i Komunës Prishtinës. Kryeministri Rama ka qenë në lojë në qytetin e vet, ku është kryetar me ekipin e vet. Dhe në këtë situatë mendoj që Hashim Thaçi ka qenë musafir i cili ka në lojë aty dhe fotografi. Me qenë se kemi edhe shumë lexues të portalit sak.net nga Maqedonia, më intereson të di çfarë bashkëpunime keni me Shkupin edhe pak mendimi jot edhe për situatën politike atje, se e di që e ndjek si zhvillim. T'ju them drejtën, ne mendojmë që në Maqedoni kemi një skemë politike e cila nuk shqiptare, e cila nuk përfaqëson dhe nuk ndërton situatë të reja progresive për shqiptarët atje. Përkundrazi, kemi një elitë politike e cila disi si duket po bën gara të përfundojë në qeveri me një parti maqedonase, pa asnjë, si më thon, vëmendje as më të voglën për një farë kapërcimi që duhet bëhet në Maqedoni. Cili është kapërcimi që duhet bëhet në Maqedoni? Si duhet përfaqësohen shqiptarët në Maqedoni? Besoj keni parë edhe protestat e fundit të Këshillit Opozitar. Po, protestat e fundit. Republika Maqedonisë është një entitet, një republiket në cilën jetojnë dy shumica. Jeton, domethënë, populli maqedon me kushtetutë si shumicë etnitetit shqiptar. Jemi duke diskutuar për një elitë politike e cila prej marrëveshjes së Ohrit deri më tani nuk ka qenë në gjendje të pozicionoj kombin shqiptar në Maqedoni si shtet famoz. Dhe në këtë rast çfarë komenti keni për BDI-n që i përfaqëson shqiptar tash sa vite? Çfarë komenti më pas kur them që shqiptarët janë në çdo aspekt në pozicion të disfavorshëm karshi potencialit, resurseve, vullnetit, dijes që e kanë në Maqedoni. Mendoj dhe besoj shumë që në Maqedoni duhet të ecim përpara me një ide progresive, me një ide e cila nuk mirret me këto pazarllëqe me Maqedon, ndonse në politikë ti duhet bësh një kompromis të caktuar për qeverisë. Janë përfolur disa ide, federalizimi, koncepti i shtetit qytetar. Ka anoni ju më tepër si mendje? Apo i bashkëndërtimit dhe i respektimit të shqiptarëve si etnitet shumicë? Shqiptarët janë shtet formues në Republikën e Maqedonisë. Duhet të janë, në fakt. Të duhet të janë. De jure nuk janë, por de facto janë. Shqiptarët janë ata cilët e bëjnë Maqedoninë funksionale, sepse maqedonët kanë dëshmuar që nuk janë. Maqedonët me sjelljet e tyre pas marrëveshjes së Ohrit, po flas për qeverinë maqedonase, nuk po flas për popullin, sepse këto nuk e gjykoj popullin, nuk ka të bëjë me udhëheqje. Kanë dëshmuar që nuk janë të interesuar që të ndërtojnë një republikë qëndrueshme e cila ecën përpara pa dallime në këtë vijë etnike. Por gjithashtu kanë dëshmuar që dinë të menaxhojnë me elitën që udhëheqin shqiptarët në Maqedoni. Ndoshta e kuptuan mirë se mund vetëm të gjesh mekanizma të menaxhosh ata që i përfaqësojnë. Ideja e menaxhimit shqiptarëve për përfitimet një etnie nuk ka funksionuar kurrë. Nuk funksionon kjo. Duhet me ndodhë një vetë realizim në elitën maqedonase. Derisa tek elita shqiptare, tek elita shqiptare duhet ndodhë gjithashtu një realizim që ecja përpara nuk ndodhë me këtë strukturë politike. Nuk ndodhë, sikurse nuk ndodhë me këtë strukturë politike në Kosovë. Të thotë, shqiptarët e Maqedonisë nuk mund të presin nga BDI-a që të ndryshojë këtë pozicion. Unë nuk kam pa që BDI-a i ka japë shqiptarëve të Maqedonisë në 5 deri 7 vitet e fundit ndonjë kapërcim kualitativ sa i përket ndërtimit adekuat dhe potencës që e ka ky këmbë. Nuk e ka bërë këtë,
që në shkencë për 5 vite të i bën doktorat. Pra shkencëtarisht vërtetën që diçka është e saktë apo e pasaktë. I kemi sa vite BDI në pushtet? Po thuaj se 15 vite me përjashtim të 2 viteve kur u shkel parimi baneterit do hyni PDSH. Pra, hajde po themi 10 vite. Po 2 doktorata kisha vërtetu shkencëtarisht që BDI-ja nuk ka sjell asnjë dobi për kombin shqiptar në Maqedoni. Pik. Shkenca kjo. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista saktë me nënkryetarin e komunës së Prishtinës, zotërin Dardan Sejdiu. Faleminderit që ishit me ne, bashkë mirupafshim në intervistat e radhës.